Temperaturat e ulta të janarit dhe rishit të Borës kanë zbardhur Kolonjën, duke shndërruar këtë zonë në një nga peizazhet më piktoreske të juglindjes së Shqipërisë gjatë muajit të parë të vitit. Pamjet e bardha që shtrihen nga fshatrat e vegjël deri në majet e maleve përreth krijojnë një atmosferë magjike që tërheq vëmendjen e vizitorëve dhe adhuruesve të natyrës. Vetëm 30 minuta larg qytetit të Korçës, Kolonja mbetet një destinacion i aksesueshëm dhe i vizitueshëm gjatë gjithë vitit, si për turistët vendas, ashtu edhe për të huaj. Peizazhet e pasura natyrore, ajri i pastër malor dhe qetësia që ofron zona e bëjnë atë një zgjidhje ideale për pushimet dimërore apo për haratisje nga zhurma e qytetit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje mbretëlënëse nga Kolonja e mbuluar nga bardhësia e dëborës, duke ftuar qytetarët ta vizitojnë këtë zonë gjatë kësaj periudhe. Këto pamje kanë ngjallur interes të shtuar dhe kanë promovuar më tej bukuritë natyrore të rajonit. Me pasuri të shumta natyrore dhe me mbretërie tradicionale të banorëve, Kolonja po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë në çdo stin të vitit. Natyra e bukur, bimësia e larmishme, ushqimet tradicionale të përgatitura me produktet vendase, si dhe bujtinat karakteristike me staf mikpritës janë disa nga arsyet kryesore që e bën këtë zonë gjithnjë më të kërkuar. Malet e Kolonjës, si mali i Gramozit me mbi 2500 metra mbi nivelin e detit, mali i Shlegurit, Postenani apo Radomi përbëjnë destinacione të veçanta për dashamirësit e aventurës, ecjeve malore dhe sporte dimërore. Këto atraksione i shtojnë vlerë eksperiencës turistike dhe e bën Kolonjën një zgjidhje ideale jo vetëm gjatë gjithë muajit janar, por gjatë gjithë vitit.